Kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë Elisa Spiropali priti homologen bullgare Natalia Kiselova, e cila po zhvillon një vizitë zyrtare në Tiranë. Gjatë takimit, dy kryeparlamentarët kanë analizuar rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe institucioneve që drejtojnë në mënyrë të veçantë. Kryeparlamentaria Spiropali në deklaratën për mediat vuri theksin tek procesi i integrimit evropian të Shqipërisë. Ky objektiv yni shkon krah për krah me prioritetet e agjendës komisionere zgjerimit Marta Kos të prezantuara në Komisionin e Marrëdhënieve me jashtë të Parlamentit Evropian. Shqipëria ka bërë thirrje për një proces të përshpejtuar të antarësimit në familjen europiane, i cili është i rëndësishëm jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për vetë Bashkimin Evropian, nëse mbajmë parasysh pasojat dhe implikimet e luftës Rusi-Ukrainë, Ballkanin Perëndimor dhe në kontinentin evropian tërësi. Nga ana e saj, kryetaria e Parlamentit të Bullgarisë vlerësoi Shqipërinë për arritjet serioze sipas saj në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Jeni kampion në përpjekjet për integrim të plotë në BE, në krahasim me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Shteti bullgar jo vetëm kuvendi, por edhe qeveria mendon se integrimi i plotë i Shqipërisë është faktor stabiliteti për Ballkanin Perëndimor. Kuvendi bullgar do të bëjë përpjekjet për të ndihmuar në rast nevoje punën tuaj intensive në vitet e ardhshme në mënyrë që të përgëzojmë së bashku kur të jemi të gjithë pjesë e BE-s. Gjatë takimit, Spiropali vlerësoi marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve si pasojë të qëndrueshme dhe pa çështje të pazgjidhura.